Rritja e çmimeve, faturat afrofet e energjisë elektrike, mungesa e tregut dhe subvencioneve për fermerët janë hallet që banorët e Bulqizës i kanë për të njohur liderit e opozitës Lulzim Basha. Ata thanë se mungesa e infermierëve dhe rritja e kostos për shërbimet shëndetësore ka bërë që të vijnë në vështirësi të mëdha për jetën edhe shëndetin e tyre, pasi nuk kanë mundësi të shkojnë nëpër spitale. 1.800 lekë, 2.000 lekë morim kilën e naftës. 1.300 lekë në Maqedoni. Ku është ullë nafta? Për nesë është ullas nafta asnjë gjë është kret. S'ka subvencion, s'ka asnjë gjë. Jemi të i fuk prodhimet, jemi të i edhën proj prapë. Fëmijët e mi kanë bërë diqin kur dalë molla. Sot janë kalbën ke shtëpia. U bë që 6 muaj i fermiere në fshatin tonë e ka nek nuk ka. Ne nuk kemi fabrikat, shpenzojmë nga 100.000 lekë energji elektrike. Nga jugu në veri, nga Lindja në perëndim, shqiptarët janë braktis nga kjo qeveri, taksat i ka rrit, çmimet e naftës i ka rrit, po përgatitet të rrisë çmimin e energjisë, nuk e thot mesatarizim. Në Peshkupi, kryetari i Partisë Demokratike u njoh me shqetësimin e studentëve për mbylljen e universitetit. Ata paralemruan protesta nëse nuk do të rishikohet vendimi. Ne jemi përballë vendimit që duhet patjetër ta ndërpresim, ta shkëputim studimin, sepse ne nuk është se jemi këtu, për shkak se nuk kemi aftësi të studiojmë edhe në Tiranë ose edhe në Durrës, por thjesht problemet ekonomike na kanë lënë pikërisht këtu në Universitetin e Peshkupis. Kjo qeveri nuk do qytetar të lirë, nuk do qytetar të ditur, nuk do qytetar të arsimuar, nuk do qytetar me mendje të pavarura, do papagaj. 2000 vetë të paktën do përfundojnë në bulevardet dhe vishë të t'i shkosh çdo ditë. Studentët duhet i prinë të gjithë qytetarëve me guximin e tyre. Një tjetër shqetësim është shprehur nga mësuesit, të cilët po largohen çdo ditë nga puna për të zëvendësuar sipas tyre me të afërm të pushtetarëve. Jam mësues matematike, kam mbaruar 94, jam larguar nga puna në një kohë që 90% e mësuesve nga Kalatotës janë me arsim të mesëm. Kam 24 vite punë në arsim, kam shkallën e parë të kualifikimit, kam mbaruar përgjithësi, sot jam pa punë.